Ndërgjegjësimi i fermerëve për kultivimin e kulturave bujqësore në përputhje me specifikat e terrenit po jep efekte pozitive në rritjen e prodhimit bujqësor në qarkun e Shkodrës. Sipas specialistëve të Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, po i kushtohet gjithnjë dhe më shumë rëndësia rajonizimit të kulturave, një qasje kjo që po garanton prodhimtari të qëndrueshme dhe cilësi më të lartë të produkteve. Fermerët kanë kuptuar se kulturat bujqësore nuk zhvillohen normalisht në të gjitha zonat e qarkut të Shkodrës. Për shembull, kultura e udhëherit ka filluar të zhvillohet shumë marrësinë e madhe. Ka mjedhje të udhëherit dhe kanë tendenca të shtojnë sipërfaqet, sepse ka gjetë vendin udhëheri optimal në atë zonë. Krahas kësaj zone udhëheri po kultivohet mirë edhe në mjet, në oblik. Ndërsa kulturat e tjera si misri ka gjetë vendin e përshtatshëm bushat. Ato janë krijuar firma lider. Ferma të mëdha që kultivojnë me qindra hektar misër. Kjo tendencë ka sjellë edhe zgjerimin e sipërfaqeve të kultivuara me kultura që deri pak vite më parë nuk kanë qenë tipike për zonën. Përqendrimi i prodhimit është një favor i jashtëzakonshëm sepse përmirëson teknologjinë, mekanizimin edhe fermeri specializohet për atë kulturë. Shpërndarja e fermerëve në pak sipërfaqe me shumë kultura është me humbje. Të dhënat zyrtare tregojnë se në qarkun e Shkodrës kultura si misri, duhani dhe vreshtaria po shënojnë aktualisht rendimentet më të larta në 30 vitet e fundit.